Mirëmbrëma dhe mirë se vini në edicionin qendror të lajmeve këtu në ABC News. 9 deputet të Parlamentit Evropian bërin javën e ardhshme në Tiranë për të dhënë mbështetjen e tyre për reformat e Shqipërisë për antarësimin evropian. Delegacioni i drejtuar nga kreu i Komisionit të Jashtëm McAllister do të diskutojë me qeverinë mbi reformat prioritare dhe avancimin në negociatat në Komisionin Evropian. Shqipëria hapi në një vit të gjithë kapitujt në bisedimet me Brukselin dhe pritet që të mbyll negociatat në vitin 2027. Një delegacion prej 9 eurodeputetësh i Parlamentit Evropian do të mbërrijë në Tiranë javën e ardhshme. Delegacioni i kryesuar nga kryetari i Komisionit të Punëve të Jashtme, David McAllister, do të zhvillojë takime pune nga data 16 deri në 18 shkurt në Shqipëri dhe Maltëzi, dy vendet kandidate që kanë avancuar në procesin e antarësimit për të vlerësuar progresin dhe rrugëtimin e deritanishëm drejt aspiratës europiane. Eurodeputetët do të diskutojnë për reformat prioritare, ndërsa pritet të rikonfirmojnë angazhimin e Parlamentit Evropian për t'i mbështetur në rrugën e tyre europiane. Agenda parashikon takime me qeveritë dhe parlamentet në Shqipëri dhe Maltëzi, kryesisht në përmbushjen e objektivave që burojnë nga grup kapitulli i themeloreve. Si Tirana ashtu dhe Podgorica janë pararojë në procesin e antarësimit. Malizi ka mbyllur përkohësisht 13 kapituj negociues, ndërsa Shqipëria ka hapur të gjithë kapitujt e negociatave dhe është në pritje për mbylljen e tyre. Brenda këtij viti, Shqipëria synon të mbyllë deri në 16 kapituj të negociatave në mënyrë që brenda 2027 të përfundojë gjithë procesi teknik. Ky vit konsiderohet vendimtar për Shqipërinë, e cila duhet të parafrojë legjislacionin shqiptar me atë të Bashkimit Evropian dhe të mbyllë 33 kapituj të negociatave vitin e ardhshëm, sipas një plani të dakordsuar me Brukselin. Por sfidë mbetet vota politike, aty ku antarësimi duhet të ratifikohet në parlamentet e 27 vendeve anëtare. Për këtë arsye, deputetët të Parlamentit shqiptar kanë nisur takimet me kolegët evropian për të njohur nga afër me punën e bërë dhe reformat e ndërmarra në përmbushje të ambicjes që brenda 2030 Shqipëria të ulet me të drejta të barabarta në tryezën e Bashkimit Evropian. Pas 7 të miturve, gjykata e Tiranës latë lirë edhe 14 arrestuarit e tjerë për hedhjen e molotovëve në protestën e dhunshme të Partisë Demokratike. Gjykata e quajti të lishëm arrestimin e militantëve, por i nxori nga qelia edhe pse ishin përsëritës në aktet e dhunës dhe molotovët në protesta. 4 deputetët që po procedohen për nxitje të miturve për dhunë, javën e ardhshme pritet të referohen në SPAK që do të vijojë më tej hetimet. Gjykata e Tiranës ka liruar nga qelia 14 militantët e Partisë Demokratike të arrestuar gjatë protestës së opozitës të martën. Ata u lanë në detyrim paraqitje. Prokuroria e Tiranës kërkoi 2 masa arrest me burg, 3 arrest në shtëpi dhe 9 detyrim paraqitje. Në ndryshim nga seancat e mëparshme, trupi gjykues e cilësoi të lishëm arrestimin e militantëve, por vendosi të zbus masa të sigurisë ndaj tyre pavarësisht akteve të dhunës të përsëritura. E njëjta masë sigurie u caktua të premten edhe për 7 të miturit e përfshirë në akte të dhunshme gjatë tubimit. Ata akuzohen për goditje për shkak të detyrës, plagosje rënd me dashje, prishje rendi dhe qetësisë publike, shkelja rregullave mbi lëndët plasëse dhe djegse, shkatrimi pronës me zjarr dhe kundërshtimi punojësit të rendit publik. Gjatë zhvillimit të tubimit, hodhën lëndë djegse, mjete piroteknike dhe sende të forta në drejtim të punojësve të policisë dhe godinave të institucioneve publike. Pavarësisht se këta militantë të Partisë Demokratike, të cilësuar si grupi i zjarrit dhe të maskuar qelluan me molotov ndaj kryeministrisë dhe parlamentit, duke lënë të plagosur 16 polic, sërish gjykata vendosi t'i liroj, ndërkohë që më 20 shkurt është protesta e radhës. Për 4 deputetët, Flamur Noka, Belind Këlliçi, Kleviz Balliu dhe Luciano Boçi, organi akuzës pritet që javën tjetër t'i referojë në prokurinë e posaçme SPAK për kompetencë, siç parashikohet në ligjin për deputetët që janë subjekt që hetohen nga SPAK. 4 deputetët dyshohen për veprat penale, shtytje të miturit në krim dhe kundërshtimi punojësve të policisë. Ndërsa gjithë shqiptarët kujtonin sot dashurinë, Sali Berisha ka ndarë vetmi nga zyra e tij me vetëm 100 vetë që ndiqnin online. Por ndërsa odhi vetëm sharje dhe urrejtje nga Edi Rama te policia apo te gazetarët, edhe ata pak vetë që ndoqën nuk i kursyen atij urimet që të largohej sa më parë dhe të çlironte Partinë Demokratike. Në Washington më 19 shkurt firmoset bordi i paqes, por a e kalon do trama oqeanin për të shkuar te Trump? Berisha thot po. Edhe mund shkoj në takim, po shkon hajdut, kthehet hajdut. Kjo është e vërteta për te. Në nismen e bordit të paqes është e ftuar Shqipëria
Pra, Shqipëria është një nga vendet e ftuara në bordin e paqës. Dhe Shqipëria, për fatin e saj më të keq, ka në krye një njeri si ky. Një ditë pasi Rama të firmos krah për krah presidentit të SBA Donald Trump, Berisha do t'jetë duke protestuar në Tiranë. Doktori këtë të shtunë u shfaq i moderuar për 20 shkurtin. Ideja juaj që mos largimin nga sheshi për gëzimin e narkoshtetit është absolutisht ideja më e drejtë. Në momentin më të parë që qytetarët të vendosin gjërësisht në këtë drejtim, ajo do jetë dhe faza përfundimtare e fitores tonë. Ndaj dhe unë kam shpallë kryengritje paqësore. Berisha uroi Shën Valentinin, ditën e të dashuruarve, por urimi nuk vlente për ata që në të shkuarën i kanë thyer doktorit zemrën. Nuk bëhet fjalë këtu për Bashën dhe pasardhësin e tij Saljani. Për këta nuk mund të bëhet fjalë, se këta janë fatkeqi. Këta janë një lloj dashsule me petkun e demokratit. Ata kanë haram me shprehjen popullore qumshtin e nënës tyre. Se nuk i lind nëna për të kryer akte të tilla ndaj demokratëve dhe ndaj Partisë Demokratike, ndaj opozicës. Karma i erdhi shpejt doktorit, veç audiencës online, prej rreth 100 shikuesish, komentet ndaj tij nuk ishin urime, por shumë mallkime. Ik të provojmë dikën tjetër. Je non grata. Akoma nuk e kupton që gjysma e demokratëve s'të duan? Serbi sa të me tyteti o pleher. Ti e një krije rop o Sali Karaxhixhi. Sot Sali Berisha provoi se është njeriu më i vetmuar në vend. Në ditën kur njerëzit qoftë edhe formalisht festojnë dashurinë, Sali Berisha shpërndau fyerje, urrejtje dhe zili. Për fat e dëgjojnë gjithnjëherë pak njerëz. E vetmja shenjë dashurie foli nga zyra e tij, një shenjë dashurie si mallkim për Partinë Demokratike, mbajtur peng në kullën e tij. Kryeministri Edi Rama garantoi nga Durrësi se projekti për rijetëzimin e bulevardit Epidam në këtë qytet nuk do të ndalet. Shefi i qeverisë takoi në bashki një grup banorësh, shtëpitë e të cilëve prishen për shkak të këtij projekti dhe i garantoi ata se do të kompensohen sipas vlerës së shpronësimeve. Rama tha se një pjesë e atyre që ankohen nuk përfaqësojnë as veten dhe as Durrësin, por thjesht hallin e Sali Berishës. Rijetëzimi i bulevardit historik Epidam në Durrës nuk do të ndalet. Kryeministri Edi Rama u takua të shtunën me banorët që preken nga projekti, një pjesë e të cilëve kishin shprehur pakënaqësi për vlerën e kompensimit. Shefi i qeverisë tha se investimi do të realizohet, ndërsa do të rishikohen referencat e reja sa i përket vlerës së shpronësimit apo problematikat me disa banesa të cilat nuk disponojnë hipotek, kryesisht trashëgimi kulturore. Projekti do të zbatohet, por do të bëjmë një verifikim për disa shtëpi që janë trashëgimi kulturore, të pretenduara dhe njëkohësisht dhe janë një grup i vogël shtëpish që nuk kanë marrë regjistrimin në hipotek, pavarësisht se janë aty prej shumë vitesh. E kemi diskutuar atje brenda edhe çështjen e çmimit, edhe kemi diskutuar që do duhet shohim referencat e reja. Ndërsa ndau detaje nga biseda me banorët, Rama akuzoi Berishën se po përdor qytetarët për të penguar projektin dhe zhvillimin e Durrësit. 34 qytetarë të Durrësit, përfaqësues të familjeve që kanë këtë problematikë. Kemi folur rreth 2 orë gjysmë. Dhe ata e kanë hallin. 35 të tjerë atje që nuk përfaqësojnë as qytetin, as qytetarët, po përfaqësojnë vetëm hallin e një 80 kusur vjeçari të rrjedhur nga çdo lloj
rrugë të arsyes, krijojnë situata që janë qesharake dhe që tregojnë se ku është katandisur ajo farë partie. Rikonceptimi i qendrës historike të Durrësit është një nismë e qeverisë shqiptare që parashikon të kthejë zonën arkeologjike të qytetit bregdetar në një park të madh urban, duke integruar amfiteatrin e Durrësit dhe zhvilluar turizmin, ekonominë dhe hapësirat publike. Një 18 vjeçare dyshohet të jetë vetë plagosur me armë në hotelin e të dashurit të saj në Sauk të Tiranës. Vajza u dërguar në spital rreth mesnatës, ku ndodhet në gjendje të stabilizuar. Personat që e dërguan në spital thanë se e gjetën pranë fakultetit ekonomik, por hetimet zbuluan se ngjarja kishte ndodhur tek Hotel Gjuta. Pronarët Vladimir dhe Mirvete Gjuta u vunë në pranga, ndërsa 3 të tjerë u shpallën në kërkim, të gjithë për mos kallëzim krimi dhe prishje të provave në vendngjarje. Një 18 vjeçare është plagosur me armë brenda ambienteve të hotelit të dashurit të saj 22 vjeçar në Tiranë. Ngjarja ndodhi para mesnate në zonën e Saukut. Natalia Murati u paraqit në spitalin e traumës rreth orës 00:15 minuta nga 2 anëtarët e familjes Gjuta, Mirvete dhe Elvir Gjuta, të cilët kanë thënë se e kanë gjetur tek rreth rrotullimi i ekonomikut. Ky version ku i ka bindur forcat e policisë, të cilët kanë nisur hetimet dhe kanë zbuluar se ngjarja ka ndodhur tek Hotel Gjuta. Sipas 18 vjeçaria e cila ndodhej në dhomën e hotelit, ka marrë armën e të dashurit dhe ka qelluar veten në gjoks. Pas ngjarjes, familjarët kanë fshehur armën e krimit që i përkiste 22 vjeçarit dhe kanë pastruar gjurmët e gjakut. Vladimir Gjuta dhe Mirvete Gjuta, xhaxhai dhe nëna e të dashurit janë arrestuar nga uniformat blu për mos kallëzim krimi dhe veprime që pengojnë zbulimin e së vërtetës. Po për të njëjtat vepra penale janë shpallur në kërkim Sajmir dhe Elvir Gjutaj, i dashurit 18 vjeçares Erisjal Gjuta pas ngjarjes është arratisur. Anëtarët e familjes Gjuta dyshohet se kanë prishur provat në vendin e ngjarjes dhe nuk kanë kallëzuar krimin. Ata kanë dëshmuar para grupit hetimor se nuk kanë treguar, pasi kishin frikë se ngjarja i faturohej atyre, pasi ngjarja ka ndodhur brenda hotelit të tyre. Në dëshmitë paraprake, e reja ka deklaruar se ka bërë disa gabime në jetë. Ajo ndodhet e shtruar në spitalin e traumës, jashtë rrezikut për jetën. Dinamika dhe motivet e ngjarjes janë ende të paqarta, ndërsa grupi hetimor vijon punën për zbardhjen e plotë të ngjarjes, ndërkohë që Vladimir Gjuta i arrestuar tashmë rezulton i njohur për policinë, pasi ka qenë i arrestuar më 20 shkurt të 2020-s, teksa u konstatua me armë zjarri pranë selisë së PS-s. Ai njihet dhe për konfliktin me babain e ish-ministrit të Brendshëm, Sajmir Tahiri. Një 55 vjeçar në qeret të Durrësit u arrestua nga policia pasi kërcënoi me thik vajzën e tij në banesë, por ajo arriti të shpëtojë duke kërkuar ndihmën e fqinjve. Pas mbërritjes policisë, babai në gjendje të rënduar psikologjike qelloi veten me thik në qafë duke shkaktuar plagë të rënda. Ardian Varrosi ka qenë në gjendje të dehur, ndërsa ndërhyrja e uniformave blu parandaloi vrasjen e vajzës dhe përshkallëzimin e situatës. Babai kërcënoi me thik vajzën dhe më pas plagosi veten. Ngjarja ka ndodhur mbrëmjen e të premtes në Qerret, rreth 30 kilometra larg qytetit të Durrësit. Vajza ka arritur të shpëtojë, ka dalë nga banesa, ka kërkuar ndihmën e fqinjve dhe ka njoftuar policinë, e cila ka vënë në prangë Ardian Varrosin. 55 vjeçari tha burime për ABC News. Ishte në gjendje të dehur. Policia thot se ai fillimisht ka dhunuar bashkëshorten. Vajza ka ndërhyrë për të parandaluar për shkallëzimin e dhunës, ndërkohë Jati e ka kërcënuar se do ta vriste. 2 patrulla policie kanë mbërritur në vend ngjarje menjëherë pas njoftimit nga vajza, ndërkohë që efektivët kanë tentuar ta prangosin. 55 vjeçari ka plagosur veten me thik në qafë. Varrosi është dërguar menjëherë në spitalin e Durrësit, ku mjekët thonë se ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Bashkëshortja e Ardian Varrosit i tha ABC News se 55 vjeçari ishte konsumator i rregullt i alkoolit dhe ky nuk ishte rasti i parë që ai ushtronte dhunë në familje. Familjarët kanë dhënë dëshmitë e tyre në polici. Ndërkohë uniformat blu presin stabilizimin e gjendjes shëndetësore të 55 vjeçarit për të dëgjuar dhe versionin e tij për ngjarjen. Ndërkohë, në cilësinë e provës materiale, policia ka sekuestruar thikën me të cilën Ardian Varrosi kërcënoi të bijën dhe plagosi veten. Nga emigrimi jashtë vendit në Adhe për të ndjekur gjurmët e prindërve. Një 25 vjeçar nga Bureli i është bashkuar forcave të armatosura si ushtarak, pasi ishte rritur me pasionin dhe dëshirën për këtë profesion. Teido Doda thot se përgatitja fizike dhe ushtrimi i sporteve
e ka ndihmuar për të qenë më së miri pjesë e forcave të armatosura, profesion që ua këshillon edhe të rinjve të tjerë. Me të riun, bisedoi gazetaria Joana Çallaku. Emigroi për 6 vite në Gjermani, por Tejdo Doda u kthye në Shqipëri për të punuar dhe jetuar. Kthimi në Shqipëri 25 vjeçari nga Burreli nuk e sheh vetëm si kthim në atë, por si një mision për të vazhduar traditën familjare të disiplinës dhe përkushtimit. Tejdo vjen nga një familje me prindër ushtarak dhe prej një viti ai ka zgjedhur të ecë në gjurmët e tyre. Jam shumë i kënaqur që jam pjesë e forcave ushtarake, e kryej detyrën time me nder. Edhe unë si gjithë shqiptarët e tjerë kam provuar normalisht që të shkoj në emigrim, kam kryer një farë periudhë të jetës time, kam kaluar jashtë shtetit në Gjermani, kam kuptuar me kohën që më rëndësishme është që të rri afër familjes time, se me kohën prindrit plaken normalisht edhe ne rritemi edhe doja t'i kushtoja më shumë rëndësi familjes. Gjithashtu edhe babai dhe mamaja ime janë ushtarak, edhe pse jo edhe unë ndiqja të njëjtën karrierë me ta. Kurioziteti për të jetuar jashtë vendit bëri që 25 vjeçari të emigronte në moshë fare të re, por shumë shpejt ai thotë se e kuptoi vlerën e vendit të tij, ku dhe vendosi të kthehet përfundimisht. E kam kuptuar që i vogël se çfarë do thotë të jesh pjesë e forcave të armatosura. E kam pëlqyer gjithmonë, po adoleshenca kam qenë pak si shumë kurioz dhe se si ishte jashtë shtetit. Kam dalë, kam provuar, kam kuptuar me kohën që nuk ka si vendi yt. Që i vogël Tejdo është marrë me stërvitje, ai ka vendosur të mos lërë kur pas dore përgatitjen fizike, si një mënyrë për të shërbyer më së miri edhe në profesion. Për të sporti është kthyer tashmë në domosdoshmëri. Nisem bëj diku rreth e qark liçenit, besoj se është 5.5-6 kilometra. Bëj vrap, pastaj mundon bëj pompa, muskuj barku. Gjatë javës mund të them që 6 ditë në javë bëj stërvitje, 1 ditë kam pushim. Ndërrisht bën shumë mirë sepse largon stresin, largon mendimet e këqija. Ai thotë se përgatitja fizike është thelbësore për të përballur me çdo sfidë në punë, ndërsa ka edhe një mesazh për të rinjt, por jo vetëm, që të bëhen pjesë e aktiviteteve sportive. Jo vetëm rinia, po edhe moshat pak më të mëdha duhet merren me sport, është gjë shumë e rëndësishme për shëndetin, gjithashtu edhe për shëndetin mendor dhe jo vetëm fizik. abcnews.al është adresa jonë zyrtare në internet, ku ju mund të klikoni për të lexuar të gjitha lajmet në kohë reale dhe po në kohë reale na dëgjoni në frekuencën e radios ABC 105 FM. Faleminderit që na ndoqët bashkë, mirupafshim.